ndryshme dëshmojnë që Prizreni gjatë gjithë mesjetës e në periudhën osmane ishte një nga qytetet më të mëdha e më të rëndësishme dhe më të zhvilluara jo vetëm e Shqipërisë, po edhe i Ballkanit. Ishte qendër e rëndësishme ekonomike, shoqërore, ushtarake, politike, administrative, arsimore dhe fetare. Madje gjatë periudhës osmane ishte edhe qendër e Sanxhakut edhe të vilajetit. Për hartimin e punimit që do të përfundojmë pas një kohë, kemi shfrytzuar materiale të ndryshme, qoftë nga autorët që janë marrë me këtë punë, të cilët edhe i falenderoj, disa janë edhe këtu, po edhe nga burime të ndryshme, qoftë nga arkivi i Stambollit, po edhe i arkivi të vakufeve në Ankara. Pra të nderuar, edhe në Prizren gjatë periudhës disa shekullore osmane, varësisht prej fuqisë ekonomike të donatorëve, për qëllime humane ndërtuan shumë vepra arkitektonike, tipa është ndryshme, si sakrale ashtu edhe profane, të karakterit utilitar dhe publik. Në Prizren i hasim këto: namazgjahun, xhami, mezgjide, mejtepe, medrese, dersane, teqe, tyrbe, biblioteka, imarete, ujësjellës, mullin, kroje, qezma, ura, hane, karvansaraje, 2 hamame dhe 2 kulla të sahatit, për cilat kemi dëshmi. Sipas regjistrit të vakufeve në Ankara, të viteve 1491-1873, në Prizren figurojnë 34 vakufnime. Me siguri ka edhe më tepër, 4 nga këto janë vakufnime edhe nga 4 zonja. Të nderuar të pranishëm, për shkak të kohës do i përmendim disa nga vakufnimet, si atë të Suzi Prizrenasit, e legalizuar në vitin 1513 dhe është më e vjetra deri më sot që është gjetur e publikuar. Ai ka ndërtuar një mezgjid me mualim hanën, pra shkollën me bibliotek, së cilës i ka falur edhe libra. Pronën e tij në fshatin Grashdanik e vakufnoi për mirëmbajtjen e mezgjidit dhe të shkollës së tij. Vakufnimi i mezgjidit të ndërtuar në gjysmën e 2 të shekullit 15, prej komandantit të parë të kalasë së Prizrenit, Jakub Bej Evrenozit, pastaj këtij vakufi i bashkangjitet edhe babai i tij Ahmet Bej Evronozi. Ky vakufnim ka pas shumë vakufe. Në vakufnamën e legatorit të madh Mehmet Kuklibeut, të legalizuar në vitin 1538, pos tjerash ai ka vakufnuar në Prizren një xhami dhe një mezgjid, e 167 dyqane dhe shumë objekte të tjera. Në regjistrin e vakufnimeve të vitit 1525 figuron vakufi i mezgjidit të Sultan Mehmet Hanit, gjithsesi i Xhuma Xhamis. Ayaz Beu, i cili gjatë viteve 1470-1484 kishte ushtruar funksionin e Sanxhak Beut në disa vise të Ballkanit, kishte vakufnuar në Prizren për mezgjidin e tij 5 dyqane, 1 mulli e 1 vresht. Në regjistrin e vakufnimeve në Ankara të vitit 1520 dhe 1566 figurojnë 3 vakufnime të Ahmet Bej Dugaxhinit në Prizren. Të vakufnameja legatorit të madh Gazi Mehmet Pasha, të legalizuar në vitin 1580, shihet se kishte ndërtuar ansamblin arkitekturor, të përbër nga 3 komplekse, si atë hamamit, kompleksin e objekteve fetare sot, kompleksi monumental i lidhjes shqiptare të Prizrenit, që përbëhet prej xhamis, medreses, dersanës, tyrbes e bibliotekës. Në kompleksin e tretë ishin jetimorja, karvansaraj e 34 dyqane. Në regjistrin e vakufnimeve 1570, hasim vakufnimin e mezgjidit të Tergjumeni Skenderit, prej pos 5 dyqaneve, 2 vreshtave dhe 1 shtëpie, ai kishte vakufnuar edhe 40.000 akçe. Kemi në vitin 1566 edhe vakufnimet për mezgjidin e Ilyas Kukës, e cila në regjistrin e vitit 1790 figuron edhe si xhami. Për mos me zgjat më tepër, do të ndalemi te disa më kryesoret.
Pinjolli familjes aristokrate prizrenase të Rotlave, Mahmud Pasha, që kishte ushtruar edhe postin e Mitesarifit të Sanxhakut të Prizrenit, kishte ndërtuar në kalan e Prizrenit xhamin dhe kullën e Saatit. Në qytet rindërtoi një xhami, kurse në afërsi të Sarajeve të familjes kishte ngritur një kompleks të përbër prej xhamis, mektepit, medreses, me 8 dhoma për vendosjen e xhansave dhe një mësojtore. Për mos me zgjatë më tepër, ky vakufname është legalizuar në vitin 1831. Vëllau i tij, Mitesarifi i Prizrenit, Muhamet Emin Pasha, në bërthamën urbane të Prizrenit në emër të tij në vitin 1831-32, donatoi kompleksin që përbëhej prej xhamis, medreses, mësojtores, konviktit, objektet për personelin dhe një objekt tjetër për imamin e xhamis. Antari i Këshillit të Lartë të Sanxhakut të Prizrenit, Yavuz Mehmet Efendiu, legalizoi në gjyq në vitin 1864 vakufnamen me të cilën zyrtarizon medresen e tij për mirëmbajtjen e mbarvajtjen e saj kishte vakufnuar 3 dyqane të terzinve. 2 djemt dhe vajza e Gazi Mehmet Pashës kishin ndërtuar një karavansaraj me 5 dhoma. Maksud Pasha, i cili ka qenë edhe vali i Egjiptit, së bashku me 2 vëllezërit e tij kanë themeluar vakufe në Prizren. Kanë ngritur xhamin, një mezhit si dhe një vit ujit. Mehmet Kukli Begu kishte ndërtuar në Prizren edhe një kanal të ujit, njëjtë edhe Suzi Prizrenasti kishte ndërtuar kanalin e ujit prej Lumbardhi deri në fshatin Grashdanik, si dhe një urë e një krua publike. Po një ashtu edhe Ibrahim Bey Begzadi kishte ndërtuar një kanal uji. Të nderuar, ju gjithë e dini që në gjitha shtëpitë e Prizrenit ka rjedh procka, me qëllim me majtë freskin gjatë verës, po edhe me u furnizu me ujë. Veziri i madh Jemisha Hasan Pasha në lagjën Tergjumeni Iskender kishte ndërtuar një qesme. Si në vendet e tjera, ashtu edhe në Prizren, themeltarët e vakufeve jo vetëm që kishin ngritur bamërsi, po kishin lënë edhe një pjesë ose të gjithë pasurinë e luajtshme ose në para në dispozicion për vetë të mbajtjen, mirëmbajtjen e tyre, madje kishin caktuar edhe shumën se sa që duhet të paguheshin qoftë menaxherët, gjithësisht mytevelit e këtyre vakufe, pastaj personeli xhamive, i mejtepeve e i medreseve. Tash e kemi një kapitull tjetër që këm titullu Shkatrimet e vakufnimeve në Prizren. Pra të nderuar të pranishëm, mendojmë se dokumentet autentike kanë qenë më të shumt, por një pjesë nga këto dokumente janë tretur me djegjen e Prizrenit e fshatrave të regionit dhe shkatrimin e faltoreve islame në nëntor të vitit 1689, nga ana e ushtrisë habsburgase. Në këtë kohë në Prizren ishin 24 faltore islame, pa i numëruar teqet. Prej tyre gjatë dekadave në vasht, vetëm 22 do të rindërtohen, ndërsa 7 nuk do të arrijnë të rindërtohen. Shkatrimi, azhësimi i dytë ndodhi në kohën e okupimit serbe jugoslav gjatë viteve 1912-1999. Vetëm nga Myftinia e Prizrenit aso kohë u konfiskuan 60 hektar tokë. Me qëllim të shkatrimit të trashëgimisë të Prizrenit të lashtë, okupatori serb në vitin 1924, me marifet kishte aprovuar planin general, kinse për rregullimin dhe zgjerimin e rrugëve të Prizrenit. E plani shërbeu si program kulturocidial për azhësimin gradual dhe tërësisht edhe të trashëgimisë islame në Prizren. Gjatë këtyre dekadave, 6 faltore islame i shkatruan. Pastaj, Gjuma xhamin e rikthyen në Kish. Xhamisa Arastës çuditërisht ja kursyen vetëm minaren. Xhamisë Sinan Pashës ja shkatrojnë hajatet dhe klasat e mësojtorës. Objektet në kompleksin e Mahmud Pashë Rotës e rafshuan ku edhe sot vërehen gjurmët e minarës. Është një hapësirë mbi 30 hektar i vend. Një pjesë të oborit të xhamisë të Emin Pashës dhe një objekt banimi me lokale ishte vënë në pronësi të një serbi. Një pjesë e oborit të xhamisë Çatip Sinan ishte marrë me motivacion kinse të zgjerimit të rrugës. Në vitin 1960 rënojnë xhamin e Mustafa Pashës. Në vitin 1963 e rënojnë xhamin e Budak Hoxhës. Në Arasta Mëhall rënojnë objektin e Bashkisë Islame.
Kësaj radhe nuk po i përmendim teqet, tyrbet e varezat që i shkatruan në Prizren. Besoj që shumica e dini që pjesa veri lindore dhe veri perëndimore e Prizrenit së bashku me pjesën veriore komplet ka qenë rrethume me vareza, nga se kemi të bëjmë një qytet të lashtë. Me urdhër të kryetarit të dhunshëm të Kuvendit Komunal, Sërbit Ljubisha Stefanović, më 27 mars 1999 e dogjën dersanën e medresesë Mehmet Pashës, gjithësisht Muzeun e Lidhës Shqiptare të Prizrenit. Edhe pse kemi ngrit kallëzim penal tribunal Tagës dhe 11 serbe, tribunali nuk ka vepruar në këtë rast. Duhet të përmendi, studiusi Stefan Schwarz konstaton të krishterët e Serbisë e kanë rrafshuar për tokë trashëgimin arkitekturale islamike në territoret që i pushtuan. Pothuajse të gjitha këto vakëfe që kanë mbijetuar sfidave sot janë në listën e aseteve të trashëgimis kulturore e me status të mbrojtjes së përkohshme ose të përhershme të Ministrisë Kulturës, Rinis dhe Sportit të Kosovës dhe janë të prezantuara në database, vazhdimisht plotësohen. Mendojmë që në të ardhmen të bëjmë ulumtime të reja në arkivin e vakufeve në Ankara dhe në Bashkallnik Arshiv në Stamboll dhe besojmë do të gjenden burime të pashfrytzuara të cilat do shërbejnë për plotësimin e të dhënave për vakufet e Prizrenit. Dhe apeloj, po nuk po shohi përfaqësuesit e Bashkisë Islame këtu të Prizrenit, se është koha e fundit që të rikthehet në pronësi të Bashkisë Islame trolli ku dikur kanë qenë vakëfnimet e Mahmut Pashrotës dhe përmes ndërkombëtarëve të kthehet sigjili i Prizrenit që padrejtësisht ndodhet në bibliotekën e Akademisë së Shkencave të Serbisë. Ju falenderit për durimin.